Sulmi i panikut po shndrohet në një nga shqetësimet më të shpeshta të shëndetit mendor. Ai karakterizohet nga shfaqja papritore e frikës ose ankthit, e shoqëruar me simptoma fizike dhe emocionale. E për më shumë rreth kësaj gjendjeje dhe simptomave të saj, na foli psikologja Elvira Pruthi Gojani. Atak paniku është një epizod i fortë i frikës. Mirë po i frikës jo reale. Është reagim i trupit në bazë të mendimeve jo reale të bazuar në gjendjen reale. Mirë po jo gjithmonë është vetëm pa arsye. Shpesh arsyet ose faktorët që nxisin atak panikun është një situatë e ngjashme me një situatë e cila na ka shkaktuar traumë emocionale ose është thjesht një diçka që na rikujton gjendjen emocionale me të cilën neve në të kaluar na ka shkaktuar stres, ankth. Disa simptoma të atak panikut janë rrjahje shumë e fortë e zemrës, frymëmarrje e vështirësuar, dridhje, ndjersitje, simptoma të stresit, mirë po të niveleve të larta. Psikologja Gojani thekson se kërkimi i ndihmës profesionale është një hap i rëndësishëm në trajtimin e sulmit të panikut dhe tregoi edhe disa metoda për menaxhimin dhe qetësimin e simptomave. Ndihma profesionale duhet të kërkohet në momentin kur episodet e atak panikut bëhen të shpeshta, kur nuk arrihet kontrolli i trupit, dhe është shumë e rëndësishme që ta kuptojmë që sa më shumë që flasim haptas për shqetësimet e shëndetit mendor, për gjendjet emocionale, aq më e lehtë është të ofrohet ndihma. Veç fakti që na kërkojmë ndihmë është një hap drejt mirëqenies tonë emocionale. Pastaj janë edhe teknikat e relaksimit, si për shembull ne e vendosim fokusin tonë në mjedisin ku po qëndrojmë, domethënë e qetësojmë veten, i japim trunit mesazh që nuk është asgjë, është alarmi i rrajshëm, nuk kemi në rrezik, tu e bë teknikën çfarë po sheh, çfarë po dëgjon, çfarë po prek. Për shembull, mi shiku 5 ndalesh edhe i lyp 5 ende, mi shiku në ambientin, pastaj 4 gjëra që po i ndëgjon, 3 që po i prek, 2 që po i nuhat e të tjera. Si përfundim, sulmi i panikut nuk është sulm fizik, por megjithatë është shumë shqetësues për personin që e përjeton. Andaj edhe menaxhimi dhe ndihma profesionale janë shumë të rëndësishme.